Ke humbur 40 kg pa bo asnjë ditë palestër. Jo, s'kam për palestër, është e vërtet. Tani, në fakt, unë jam pa karakter dembeleje, me thënë të drejtën. Edhe puna që bëj është punë që ka më tepër punë ullur, se sa në lëvizje, në këmbë. Jo shumë aktivisht. Jo. Edhe duke u mësu në këtë, si i thonë, në këtë përshtatjen edhe në këtë luksin e tillë, jam dembele, po, fiksë, se s'po i gjeja termin, isha në zonë rehatis dhe nuk doja të ndryshoja. Dhe prisja sikur një mrekulli do ndodhte nga qielli. Kupton? Rastësisht e lexoj një thënie ku thoshte që ti nuk mund të bësh gjithmonë të njëjtën gjë dhe të presësh rezultate të ndryshme. Me që unë nuk filloja dot palestrën, sepse nuk jam tipi palestrës, me thënë drejtën, e zëvendësova këtë gjë me lëvizje gjatë ditës. Për shembull, ndryshova përditshmërinë time. Nëse unë do të rija e zem në zyrë 8 orë dhe do lëvizja 2 orë, fillova të ri të lëviz 8 orë duke nxjerr punë vetes, duke shkuar te zyrat, nuk i merrsha më në telefon për shembull kolegët, por shkoja atje dhe çdo gjë e konsumoja ball për ball, ngjitja shkallët, zbritja shkallët. Më kupton, domethënë për ta ndryshuar një çik përditshmërinë edhe për të filluar ti shërbeja pak vetes edhe ta ndihmoja veten në këtë pjesën e uljes peshës, edhe pse ishte shumë e vështirë, ishte shumë e lodhshme. Dukej në fillim sikur as ajo sa të pak lëvizje do të ndikonte? Fare, dhe më tepër se kanë të bëjnë shumë persona që të rrethojnë. Në qoftë se ti ke persona që të rrethojnë toksik, të cilët nuk kanë besim te ty apo nuk e vlerësojnë atë gjë që ti po bën, ti ndihesh edhe më shumë keq, më kupton? Edhe fillon të stresohesh. Deri vitin që unë mora vendimin, ka qenë qershori 2024-s, deri në atë vit unë e prisja ndezjen time nga njerëz jashtë, që ata të më jepnin diçka që unë të reagoja. Në fakt nuk duhet kjo, ndezja fillon nga brenda, nga ai momenti ku ti e ndan mendjen dhe thua që unë do filloj të bëj ndryshimin rreth parë për veten. Pastaj unë nuk e dija fare se do humbja kaq pesh, them realitetin. Problemi nisi këtu që unë isha me pushime me djalin, bashorti nuk na u bashkua dot sepse ishte në punë në Gjermani dhe e kishte pamundur të jepni leje për pushime dhe unë isha në një gjendje kaq të keqe, sa përveç se isha në një mas 50-55 numri, më zinte gjumi. Dhe në një moment kur isha në shazllon, thash, po sikur të më zej gjumi dhe të më humb djali. Kush është nënë e kupton këtë gjë? Se është shumë emocionale, shumë e thellë dhe unë deri vonë kur e mendoja më shkonin lotët, sepse nuk e imagjinoja dot që të humb djalin për një gjë që unë është shumë e thjeshtë për ta bërë, thjesht mos ha. Domethënë, e mendoja kështu, përveç se ishte shumë e vërtetë. Edhe aty mora vendimin ku unë thash unë që nga ky moment unë do heq brumrat, sepse unë pak a shumë edhe e kuptoja. Momentin ku unë haja konsumoja glutenin ose laktozën, unë kisha fryrje, më ndikonte shumë keq në organizëm. Më kupton? Dhe kur mora këtë vendim, po, aty nisi shkëndia. Shkëndia thash është nga brenda. Edhe pse më ndihmoi pjesa e djalit nga jashtë. Ta fillove largo